Një ditë pas njoftimit zyrtar nga Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas dhe Shoqata e Transportit Urban dhe Interurban, shërbimi është reduktuar me 40% të flotës, ashtu siç ishte paralajmëruar. Si pasojë, edhe në Vlorë ka patur vonesa të shumta, si në stacionet e autobusëve urban, ashtu edhe në ata interurban, ndërsa 10 qytetar janë detyruar që të presin për periudha të gjata për të siguruar transportin në stacione. Shumë prej tyre në fakt e kanë patur edhe të vështirë për të mbritur në kohë në destinacionet e tyre. Pas digja unë ajre parë. Keni shumë që po prisni? Po kemi gati gjysmore. Gjysmore. Po ka orar apo? Po më 12 të mbarë unë. Nga ana tjetër, drejtuesit e autobusëve interurban nuk ngurojnë të flasin edhe me kode. Si vlerësoni rritjen e çmimit të naftës? Do të vlikoj? Jo, pak. Ne kemi tarif që ka vendosur shteti edhe. S'kemi pse. Duhet kompensim? Po tani mirë është kompensojme, po. Gjithsesi. Do të sjellë rritje të çmimit të biletës? Jo, absolutisht jo. Por nëse do të vazhdojë një situatë, do ta shikojmë. Shohim çfarë vend si do na. Po na mbështetim. Faleminderit. Sta mbështetëm, prapë. Ne do vazhdojmë normalisht. Shoqatat theksojnë se situata ekonomike e operatorëve është përkeqësuar ndjeshëm, duke i vendosur në kushte të vështira për vijimin e aktivitetit. Ata nënvizojnë se reduktimi i shërbimit nuk është një zgjedhje, por një masë e detyruar për të përballuar krizën. Sipas tyre, kjo mungesë reagimi dhe veprimi konkret ka përkeqësuar ndjeshëm situatën financiare të operatorëve, të cilët ndodhen tashmë në kushte të jetë të vështira për të përballuar vazhdimin e aktivitetit. Për pasojë u bëhet me dije qytetarëve se duke filluar pikërisht nga kjo e mërkur, do të reduktohet numri i mjeteve në qarkullim, duke ulur me 40% flotën në shërbimin e transportit publik si një masë e detyruar për përballimin e kësaj situate emergjente. Ndërkaq këtu të mërkur, Bordi i Transparencës ka njoftuar çmimet e reja të karburanteve. Sipas vendimit, çmimi i naftës do të jetë 207 lekë për litër, ndërsa benzina 174 lekë për litër. Krahasuar me vendimin e një dite më parë të Bordit të Transparencës, nafta është ulur me 8 lekë për litër nga 215 në 207, ndërsa benzina është ulur me 4 lekë për litër nga 178 në 174. Bordi thekson se këto çmime kanë hyrë në fuqi në orën 13:30 të kësaj të mërkure deri në mbledhjen e ardhshme, ndërsa u bëhet thirrje operatorëve të zbatojnë vendimin, duke paralajmëruar masa në rast shkeljesh.